Horoskopi për ditën e sotme, 10 janar 2026. Një rritje ekonomike mund të sjellë shumë lumturi dhe ndjesi të mira në shtëpinë tuaj. Të gjitha shenjat tregojnë se suksesi dhe fati juaj i mirë do të jenë pranë jush për një kohë. Megjithatë, mund të shqyrtoni idenë e bërjes së disa investimeve të kujdesshme. Në këtë mënyrë do të ndjeni më të sigurt financiarisht se sa në të kaluarën. Demi, perspektiva e mundësive të ardhshme të biznesit mund t'ju bëjë të kaloni shumë kohë në telefon sot duke diskutuar me miq ose të njohur që mund të kenë informacionin që ju nevojiten. Ndoshta dikush që njihni ka qenë shumë i suksesshëm në një aktivitet që ai mendon se mund t'ju interesojë. Po bëni gjën e duhur duke siguruar faktet përpara se të ecni përpara. Sukseset e fundit në karrierë mund t'ju bëjë të përgëzoni veten për rritjen e llogarisë suaj bankare. Ky trend mund të vazhdojë për një farë kohë, nëse vazhdoni të punoni siç keni bërë dhe mbani një qëndrim pozitiv dhe optimist. Marrëdhëniet tuaja me të tjerët përreth jush, veçanërisht me seksin e kundërt, ka gjasa të jenë veçanërisht të ngrohta. Sukseset e fundit në karrierën tuaj mund t'ju frymëzojnë të organizoni një lloj feste me disa miq të ngushtë. Ndjeni veçanërisht pozitiv dhe veçanërisht simpatik në këtë kohë, dhe vetbesimi juaj ka të ngjarë të kontribuojë në një ndjenjë të re afërsie me ata përreth jush. Dashuria dhe romanca gjithashtu pritet të shkojnë shumë mirë. Marrëdhëniet me ata që janë më afër jush duhet të jenë të ngrohta dhe të dobishme. Çështjet financiare po shkojnë aq mirë për ju tani sa që ka të ngjarë të ndjeni se gjithçka do të jetë perfekte që nga tani e tutje. Nuk parashikohen zhvillime të veçanta në lidhjen tuaj në qith. Keni punuar fort për një kohë të gjatë dhe tani mund të jesh duke menduar për mënyra për ta shpërblyer veten. Një udhëtim që mund të kesh vendoruar ta bësh papritmas mund të duket më i arritshëm. Sot mund të vendosesh të bësh rregullimet e nevojshme në shtëpi. Ka gjasa të shijoni disa diskutime intensive sot dhe shumë shkëmbime interesante informacionesh. Dashuria dhe romanca gjithashtu pritet të shkojnë mirë, veçanërisht pasi ndjeni shumë entuziast për jetën. Merrni kohë për të ndarë ëndrat tuaja me të afërmit tuaj. Takimet në lagjen tuaj do të jenë të këndshme. Komunikimi me të tjerët, veçanërisht në lidhje me interesat e mundshme të reja biznesi, duhet t'ju sjellë shumë informacione pozitive, të cilat jeni të prirur t'i vini në punë për veten tuaj. Niveli i respektit që merrni nga ata përreth jush mund të jetë veçanërisht i kënaqshëm. Kjo është një ditë e mirë për meditim. Intuita juaj do të funksionojë në një nivel shumë të lartë dhe kështu do të jetë më e lehtë për ju të sinkronizoheni me mendimet, ndjenjat, nevojat dhe dëshirat e të tjerëve, veçanërisht të seksit të kundërt. Mund të gjeni përgjigjen e disa pyetjeve që keni kohë që ja bëni vetes. Mundësi të reja biznesi mund të lindin përmes kontaktit me njerëz të rinj dhe interesant. Ngjarjet shoqërore dhe aktivitetet në grup duhet të kontribuojnë më shumë në rritjen tuaj personale dhe mirëqenien emocionale se sa zakonisht. Shfrytëzojini ato sa më shumë. Reflektimet mbi suksesin tuaj të fundit dhe fatin e mirë në lidhje me çështjet e karrierës ka të ngjarë t'ju bëjnë të ndiheni të fortë, optimist dhe entuziast për të ardhmen. Projektet krijuese po shkojnë shumë mirë, ashtu si edhe marrëdhëniet me seksin e kundërt. Pritet jetë një ditë shumë e kënaqshme për ju. Mund të përpiqesh të mbrosh me dhunë qëndrimin tënd sot, por pse të shqetësohesh? Ja vlen ta marrësh në konsiderat argumentin kundërshtar? Ke një mundësi të jashtëzakonshme para teje me të cilën mund të rritesh dhe të mësosh shumë. Shpresojmë që ky horoskop ditor t'ju ketë ofruar njohuri dhe frymëzim për ditën tuaj. Mos harroni të shfrytëzoni mundësitë dhe të përballeni me sfidat me optimizëm. Ju urojmë një ditë të mbarë dhe plot yje.